e të rëndësishme të kuptohet sa e rëndësishme është 7 qershori. Sa shumë mund të fitojmë, por njëkohësisht edhe sa shumë humbim nëse s'fitojmë. Se nuk është puna që veç fiton, po kur fiton, fiton 2 fish se edhe nuk humb. Ndërkohë që ma ata ke humb 2 fish, se edhe ke humb edhe s'ke fitu. Kontrasti ma i thellë se kaq nuk është i mundur. T'ju thëm drejtën, unë vetë kur kom qenë në pozitë, në gara elektorale, nuk kom qenë i vetëdijshëm. Tash jam, sepse tash i kemi të gjitha shifrat, edhe e kuptojmë që këtë qeverisja nga dashakeqësia sa e kushtueshme ka qenë për Republikën e Kosovës dhe popullin e saj. E prandaj ne kemi ndalë korrupsionin, por plagët e korrupsionit janë të hapura. Se shtrohet pyetja ku janë këto para? Në rregull, na ja nalem hajnin. Po ato që e kanë vjedh, tash atë me bëmë to mjaulona? Qysh mjaulon? Prandaj është e domosdoshme prokuroria e re, speciale kundër krimit të organizuar e korrupsionit sidomos të lartë, zyra disiplinore për me rrit llogaridhënien dhe transparencën edhe gjyqësorit të prokurorisë, digitalizimi rrënjësor i krejt sistemit, vetingu për nga kompetenca dhe integriteti i prokurorëve dhe i gjykatësve, si dhe byroja për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme.